Nutricionisti 101 vjeçar jep 7 receta të jetë gjatësisë. Janë të rralla rastet kur dikush të arrijë 101 vjeç, në mënyrë aktive, me mendje të kthjellët dhe të udhëtojë nëpër botë për të ndarë njohuri dhe këshilla, si në rastin e mjekut John Schafferberg. Me mbi 6 dekada përvojë në mësimdhënien universitare dhe me një master në shëndetin publik nga Universiteti i Harvardit, ky studiues amerikan thotë se sekreti i vitalitetit të tij nuk qëndron te gjenet, por në stilin e shëndetshëm të jetesës. Edhe pse nëna e tij vdiq nga Alzheimer në moshën 60 vjeç, babai nga infarkti në moshën 76 vjeç. Të dy vëllezërit humbën jetën për shkak të sëmundjeve të ndryshme. Ai nuk e sheh veten si një përjashtim. Nuk është çështje fati apo trashëgimie. Ajo që bëjmë çdo ditë bën ndryshimin, deklaroi ai në kanalin e tij në YouTube. Viva Longevit. Ai ka ndarë 7 rregullat bazë që sipas tij ndihmojnë atë të jetojë shëndetshëm edhe pas të 100-tave. Ja 7 rregullat për të jetuar më gjatë dhe më mirë. Mos pini kur duan. Ai nuk ka ndezur kur një cigare në jetën e tij dhe e konsideron duanin si një nga rreziqet më të mëdha për shëndetin publik. Mos konsumoni alkool. Vetë nuk e konsumon, as në mënyrë të moderuar. Sipas tij, nuk ka një sasi të rregullt të alkoolit dhe një gotë verë në ditë mund të ketë pasoja negative. Reduktoni totalisht sheqerin. Ai shmang sheqerin e rafinuar duke modifikuar madje edhe recetat që përdor. Sheqeri sipas tij është një nga shkaktarët kryesorë të sëmundjeve të zemrës, obezitetit dhe prishjes së dhëmbëve. Ushtrimi fizik i rregullt, veçanërisht i rëndësishëm midis moshës 40-70 vjeç për të parandaluar rënien fizike dhe mendore. Ai këshillon të ecni çdo ditë, të qëndroni aktiv dhe të shmangni jetesën sedentare. Mbani peshë të qëndrueshme, jo përmes numërimit të kalorive, por duke qenë të qëndrueshëm në stilin e jetës. Ai sugjeron agjërimin e ndërprerë, shmangjen e vakteve të vogla dhe ngrënien e ushqimeve të papërpunuara si frutat, perimet, drithrat e plota dhe bishtajoret. Dieta e bazuar në bim, që nga mosha 20 vjeçare ka hequr dorë nga mishi, edhe pse konsumon vezë dhe qumësht, ai thekson rëndësinë e reduktimit të produkteve shtatëzore për jetë gjatësi. Ushqimet e tij të preferuara janë mango, hurmat, patatet, arrat, farat dhe perimet sezonale. 0 yndyrna të ngopura. Të pranishme në ushqimet e përpunuara dhe fast foodet, ai i shmang me vendosmëri yndyrnat e ngopura. Sipas tij, këto yndyrna rrisin kolesterolin e keq, tensionin e gjakut dhe rrezikun për sëmundje të zemrës.